Përshëndetje të gjithëve, unë jam Pimbi. Kjo është shtuna e fundit e muajit mars. Mezi pres sa të vi prilli sepse atëre dalin lysh 30 dhe I kam shumë qef. Ah, sa të miran kur I ngjyen me mjaltëm, njam. Sot, që ta dini ju fëmijë, është e ftuar klasa e 4, ose më saktë pjesa tjetër e klasës sepse ishin shumë fëmijë dhe nuk na nxinte këtu shtëpia tonë e vogël. Ja, të shikoj mirë se mos na kanë sjellë mjaltë këta sa ta të parët. Aha, asgjë e fare. Përshëndetje dhe nga shoqja juaj Pumbi. E shtuna erdhi shumë shpejt dhe ja ku takohemi përsëri së bashku. Meqense Pimbi prezantoi fëmijët, unë po prezantoj të ftuar. Mos shikosh gjeti. Jonida më tha që ajo është një pedagoge në universitet, si dhe dekane që do të na flasi për letërsinë. Fillojmë emisionin fëmijë. Ua, so ky Regjisi! Përshëndetje. Regjisi na mori malli. Përshëndetje. Ku ke qenë? Ku ke humbur? Ku e ke Dhe- mjaltin? Mjaltin, nuk e kemi marrë thot. Po pse ardhe në emision pa mjaltin? Regjisi keni bërë shumë mirë se ju të dy duhet I ruani pak linjat. Po, ke shumë të drejtë. Duhet të bini një qikë se jeni bërë si pejtulla të dy. Po, Qa surprize ke për sot, Regjis? sa surprizën unë kam bërë që kam sjellë miqtë me vete. O, sa bukur. Po miqtë pa mjaltin zjello. Kjo është dhurata më e mirë që mund të na bëje. Po, Miru papsi. Paqim. Mirupafshim, je shumë I mirë Regjisi. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa më qefshen ka ky vajza na ka Po. sjell mjaltë, do kënaqemi. Po më falni, po nuk e solla mjaltë. Jo, keni bërë shumë mirë themun. Mjaltin e harrova në shtëpi. Mos thuaj si të quajnë. Rea, më falni, por mjaltë nuk kemi më në shtëpi. O, bo. O, sa mirë, se ky nuk duhet ta haj mjalt fare. Mirë, Ka atëre do tepruar shumë. çfarë do na sjellësh sot në emision përveç mjaltit, që nuk na solla. Unë nuk do ju sjell gjë se ti je shëndoshur çik shumë. O, bo, të Bravo, gjithë po ma shumë thonë mirë, këtë sa Jafe. gjyna unë. Miru Mos papsi. u mërzit sepse do Do mërziten, po s'më solle mjaltë. Mirë pafshim dhe tiki. Byje. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje, si të Përshëndetje. quajnë? Mua më quaj Nira. O, Ira, sa floçka të bukura që paske. E fu. Edhe unë kështu do më flokët kur të zgjatem. Pa na thuaj pak, çfarë të pëlqen më shumë në shkollë ty të bësh? Po mua në shkollë më shumë më pëlqen të vizatoj. O, sa bukur. A do na bësh në një kadro? Kur të kesh shkollë dhe të kesh mbaruar detyrat, mund të na bësh dhe në një vizatim të vogël. Po, okay, në rregull. Faleminderit. Mos haro të na Mua do më bësh sjellësh. pak më të bukur se ky, e? Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje dhe ty. Si e ke emrin? Unë kam emrin Damian. Damian, sa emri veçantë. Shumë të bukur e pas ke emrin. Çfarë pëlqen ty më shumë të bësh? Të vizatoj. O, sa bukur, kemi dy O, vizatime. po lëndët e tjera, po s'ka rëndësi thuaj. Edhe matematika më pëlqen O, shumë. shumë e Ora, rëndësishme. do t'i ndajmë gjërat. Kur të bësh matematike, do marrësh Pumbin. Kur të bëjmë lojën, do luajmë bashkë. Jo, Mirë, se cili duhet të bëj detyrat e veta. mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. 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 Si e keni emrin? Unë jam Pimbi. Edhe unë jam Pumbi. Ua, po ne na njohun të gjithë, ti na pyet për O, emrin. s'na ke parë më përpara ti? Po, kur kam qenë Pastaj- vogël. Haroj gjithë kjo bukuri. Si themi Pimbi. Mos thuaj ty si të quajnë. Adonis. 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 Çfarë Na të thuaj pëlqen pak, ty? çfarë të pëlqen më Mua shumë më në shkollë? pëlqen matematika O, sa dhe bukur. anglishtja. O, po do një lojë të preferuar ke? Basketbollin. O, O, sa shumë mirë. bukur. Kur mbaroj Basketbolli misionin të do zgjat. luajmë bashkë basketboll. Mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. O bobo sa gjynat kë. Përshëndetje. Çfarë të kam një kras tu ty? Unë jam rëzuar dhe jam vrare. O, sa Shakit. gjyna. Megjithatë unë mund të them që je shumë e bukur si një princesh. Vërtet? Shumë jashtëmase. Faleminderit. Të falat të kesh, princes. Mos thuaj, cila princes je? Si të quajnë? Mua më quajnë Irini. Irini. Irini, çfarë të pëlqen më shumë në shkollë ty? Mua më pëlqen gjua.
Gjua. Po ndonjë pasion tjetër ke ti Irini? Po, kam piano. Piano! Sa bukur. O sa bukur. Sa të talentuar i kemi këta fëmijët, mo Do Pimbi. na kënaqësh sot. Papsi. Pafshim. Ua po ty si të quajnë? Mua më quajnë Joel, po ju të dyve. Joel, unë jam Pimbi. Edhe unë jam Pumbi. Dhe s'ka nevojë për prezantim, si jam Se i jemi bukur vetë. arushet më të famshëm. Pa. Sa emra të bukur pas keni. Të bukur Oj, jam, Beti. të bukur jam. Çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen të luaj basketbol. Oh, kemi dy basketbollista. Shumë bukur. Do të kënaqemi pastaj do luajmë bashkë. Shumë i Miru papsi. Jo pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si të quajnë të bukuroshe? Ajla, po juve të dy si u quajnë? Ajla bukurosja. Mua më quajnë Pimbi. Edhe mua Pumbi. Po shumë fëmijë po na pyesin për emrin e sot. Po na vini në siklet se ne ndjem veten të famshëm. Po. Na njohin të gjithë. Po na thuaj pak çfarë të pëlqen më shumë në shkollë. Të luaj tenis dhe mua në shkollë më pëlqen anglishtja. O sa Anglishtja bukur. duhet ta mësosh sepse është një gjuhë e rëndësishme. Je e mirë në anglishte? Po, Atëre, më thuaj si quhet në anglisht Pimbi. Pimbi. Bravo, Po, sa gjeti. bukur. Kur të mbarojmë, pasi të mbarojmë basketbol, do luajmë dhe tenis bashkë. Në rregull. Faleminderit. Miropafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Unë kam emrin Izak. Izak, sa emri i veçantë. Edhe që ke shumë simpatik, më pëlqeve shumë ti mua. Faleminderit. Jo ka shumë se na merr merita dhe ne Po bukurosve shumë i pastaj. bukur, more Po çfarë dhe si ne ti? kështu jemi i Po bukur si, jemi. po si. Edhe juve jeni të bukur. Faleminderit. Jemi të Ha, moj dy. sikon, Çfarë të pëlqen më shumë në shkollë? Gjuha. Të lumt, do mësor si shkruaj dhe flitet bukur. Po, faleminderit. Po ndoj pasion ke? Kam në futboll. Futboll, sa bukur. Më fal, po jam i lodhur se do luaj dhe tenis dhe basketbol, nuk do luaj Kemi futboll. shumë plane të dy bashkë. Kaqe. Miru papsi, Miru do luaj një papsi. tjetër. Përshëndetje. 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 Sa sy s'ka të bukula. Shumë. Faleminderit. Të falat të kes. Si të quajnë? Mua më quajnë Dea. Dea. Si se mi mjaltë, për shembull, Dea. Dea, Na ka si mjaltë. Jo, nuk ju kam Sa thënë. gjuna të ke kuris bërë shumë kreti. mirë, nëse do na sillni ndonjë gjë, na sillni fruta. Më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen anglishtja. Më shumë nga të gjitha? Po, Po do një pumbi si e pasion. quajnë në anglisht? Pumbi. Pumbi, sa Po bukur. do një pasion ke? Po, kam Pikturosh. tenisi. Tenis edhe kjo? Tenisi. Sa bukur, do jemi një grup pastaj do luajmë. Mirë Shumë të papsi. talentuar jeni të gjithë. Mirupafshim. Bye. Mirë sa është baj në anglisht? Po, shumë mirë e the. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa bukuros qenë ka dhe ky. Shumë. Faleminderit. Pa na thuaj si ja ke kaluar në shkollë. Shumë më mirë. Emri si e ke? Ilia. Ilia. Lia, keni shumë shok, shoqe. Po. Si kaloni kohën e lirë juve. Ja duke luajtur basketbol. O sa Sa bukur. bukur. Fëmijë që duan sportin, more Pimbi. O sa do të kënaqemi pas emisionit. Po mos harroni të bëni detyrat, se ky shoku këtu kalojën të parën dhe mësimet të fundit. E moja mendje në mësimet e këti. Miru pafshi, do Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje bukuroshe. Emri si e ke? Eliana. Eliana, o sa bukur. Jana, pa na fol pak për kohën tënde të lirë si e kalon. Unë e kaloj duke luajtur me motrën. Sa bukur, ke një motër të vogël apo një motër të madhe? Të vogël. O, sa bukur, do kënaqe shumë, besoj unë. Të fala motrës. Faleminderit. Edhe ati drerit që ke në bluskë, që e soku ju në i. O, kemi shok në ata. Miru papsi. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Unë quajmë Itan, po juve si quajni? Itan sa emri veçantë. Unë jam Pumbi. Unë jam bukurusë i Pimbi. Jemi arushat më të dashur të fëmijëve. Dhe më të mjaltosur. Po pa mjaltë të sot. S'ka kanë sjell. Më thua çfarë të pëlqen ty? Unë më pëlqen shumë futbolli. Futbolli. Ndiqeni sportet, mos i lini pas dore se kur rriteni harroni. Të bën shumë mirë përshëndetin. Po, Sa bukur do luajmë por nesër, se sot i kemi zënë me basketbol dhe me kemi tenis. shumë lojra për të lojtur. Mirupafshi. Mirupafshim.
Përshëndetje. Përshëndetje. O, ti që ke një vajzë shumë e bukur dhe i gjatë. Merresh me sport? Po, E mia me këto të bukurat se mua më nxore pastaj Me të pa çfarë bukur. sporti merresh? me volejbol. Volejbolli? Sport s'kemi shumë i provuar bukur volejbol. për vajza. Më thua që të quajnë ty volejbolli? Ester. Ester, sa më i Ester, bukur. po do një lëndë në shkollë, çfarë të pëlqen? Gjuha. Gjuha. Ester, kur të kesh gjuhë, do marrësh pumbin. Kur të luajsh volejboll, do marrësh mua. Mirë. Do kënaqemi. Mirupafshim. Faleminderit. Bye bye. Përshëndetje. Përshëndetje. Lulke ka në bluzë dhe Lulke është. Po. Më të thua si të quajnë ty Lule? Mua më quajnë Nadia. Nadia. Nadia, si e kalon kohën e lirë ti? Duke luajtur tenis. Do kënaqemi pastaj do luam bashkë. Po në shkollë çfarë të pëlqen më shumë? Cila lëndë? Gjuha. Po. O sa bukur. Është një lëndë e bukur, por edhe e vështirë. Edhe e ftuaras jonë sot për gjuhën ka. Po, do të na flas. Letërsi edhe për fëmijë do kënaqemi. Mirupafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Sa djalë të i bukura. gjatë. Po edhe djalë i gjatë shumë, merresh me ndonjë sport. E po don kur të rritem ashtu do bëhemi gjatë. Po, Me çfarë sporti merresh? me basketball. Basketboll sa bukur do luajmë pastaj pas emisionit. Është një sport që të zgjat shumë. Më thuaj çfarë lëndë të pëlqen në shkollë? Vizatimi. Vizatimi do na bësh një pikturë në të Mos haro të dyve. na bësh një në të dyve. Po, do t'ju bëj. E Mirupafshim. meritojmë. Mirupafshim. Mirupafshim. Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani i RTS Korsut, kur tashmë jeni pozicionuar dhe po shihni emisionin tuaj të preferuar, kohën dedikuar fëmijëve në shtëpizën tonë të dashur Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Siç e shihni, studioja ime është përsëri plot dhe këta janë nxënësit e klasës së 4 të shkollës mësonjtore e parë shqipe me mësuese Eda Mitren. Është gjysma e klasës që ishte javën e kaluar sepse ishin shumë dhe hapësira jonë e shtëpizës së vogël kaq është, por ne e mbajtëm fjalën dhe sollëm përsëri gjysmën tjetër të klasës, të cilët ashtu si shokët e tyre kanë një program shumë të pasur që ta shpalosim në pjesën e dytë të emisionit. Përshëndetje Pimbi, Pumbi dhe Tea. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje gjithë fëmijë. Përshëndetje Pimbi Pumbi. Përshëndetje, Tea. Atëherë, përveç Teas, Pimbit dhe Pumbit, unë kam të ftuar, ju e dini që tashmë në pjesën e parë të emisionit ne ja dedikojmë një të ftuari special dhe zonja të cilën unë sot kam në krah quhet Jonela Spao. Ajo është profesore asociuar doktore, është dekania e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin Fanoli, është pedagoge e letërsisë. Zonja Jonela, i japim një duar trokitje? Faleminderit. Shumë faleminderit për pos impenjimeve të shumta që ju keni, faleminderit që gjetët kohën për të qenë prezente në shtëpizën tonë të vogël, por dhe ndoshta shumë të ngrohtë sepse është një ambient plot me fëmijë Dhe Marin. dhe me Arin, se jarova ata të dy, jeni mësuar gjithmonë ato auditoret me student, me një tjetër nivel nxënësish, por këta janë klasa e 4 dhe normalisht që do të jenë studentët e ardhshëm të Universitetit Fanoli. Kështu që një sër pyetjesh, ju presin dhe do ta fillojmë me Tea. Forca Tea. Mëse si ka lindur tek ju dëshira për të vazhduar gjuhë letërsinë? Kthehemi vite pas. E para njërë, faleminderit shumë për të ftesë. Shtesa më e veçantë, më e bukur që më është bërë ndonjë. Kënaqësi. Ju përmendët auditoret, po tani me auditoret ne jemi mësuar edhe emocionet na kanë ikur, sepse përvoja bën të vetën, koha bën të vetën. Po sot kam emocione, nuk e dim se. Ne dhe këta janë shumë të mirë, do t'ju dëgjojnë me plot A vëmendje. të jap një luk mjaltë që të dikin emocionet. Jo, nuk e ha mjalti. Sa mirë do ta vet atëherë. Ati Faleminderit. është mjaltosur komplet truri dhe përveç Po, mjaltit pra, asgjë tjetër nuk di të thot. Arushat që janë mjalt. Po, profesore, si ka lindur dëshira për të qenë? Në fakt, librin e kam dashur gjithmonë që e vogël, edhe ndoshta lidhur me një traditë familjare, sepse prindrit e mi që të dy mësues, sidomos mami që ishte mësuese letërsie. Dhe atëherë ato pak libra që dilnin, i blinim sepse ai ishte gëzimi i vetëm, ajo ishte zbavitja e vetme. Nuk kemi këto zbavitje dhe gëzime që keni ju tani, kishim më të kufizuara, por kënaqësia më e madhe mbeteshe libri. Edhe kështu gradualisht duke filluar të shfletoj librat që kisha në bibliotekën e madhe të shtëpisë,
fillova ta dashuroj gjithnjë më shumë librin. Fillova me libra të thjesht, kuptohet që prindrit na I blini, sepse dhurata pas një farë moshe ju e dini, pastaj nuk janë lodrat, apo jo, janë librat. Dhe nga librat për fëmijë fillova të kërkoj diçka më shumë për adoleshent. Pastaj fillova të lexoj libra për të rritur, po natyrisht me rekomandimin e prindërve që mund të lexohesh edhe nga fëmijët. Dhe zbulova një botë të cilën nuk e ndroj me asnjë. Pavarësisht se është bota që ne do donim të ishte nëpër libra gjithmonë, sepse gjithmonë atje fiton e mira, atje është e bukura, atje poshtë çdo lloj e keqe, triumfon çdo përpjekje pozitive e njeriut për të arritur diçka, po gjithsesi është një botë që gjithsecili prej nesh e mban brenda vetes, edhe kërkon të realizojë, siç do të kërkoni dhe ju të realizoni kur të rriteni dhe të plotësoni ëndrat dhe dëshirat tuaja. Natyrisht ne s'mund ta bëjmë botën perfekte, po gjithsecili prej nesh mund të bëjmë më të mirë që bota të jetë nesër një vend më I bukur. Duke lexuar mund të bëhemi vetë perfekt. Sigurisht. Sa më shumë të lexojmë, aq më mirë, aq më horizonte hapim për jetën dhe për veten tonë, apo jo? Sigurisht. Se libri është miku më I mirë, Jonida. Po. Studimet për letërsi që të dalim tek tema pastaj, në kohën time nuk ishte gjithë mundësi zgjedhje, mund të zgjidhni 3 dek të ndryshme, por edhe mund mos dilte asnjëra prej tyre sepse vareshe ajo që planifikoheshe nga shteti. Unë midis të tjerave vura dhe letërsinë, por nuk e kisha dëshirën time të parë sepse duke parë që prindrit e mi të mundoheshin shumë duke korrigjuar, duke punuar, duke mbajtur thesha. Unë do vetëm një mësues I përjetshëm, unë do ta dashuroj letërsinë, po jo si profesion. Gjej një profesion tjetër. Atëherë ishin trend të bëhesh jurist, bëhesh ekonomist. Edhe unë me dëshirën e madhe që të bësha ndoshta një jurist të ashme apo një ekonomist të ashme, e vura të tretë letërsi. Mirë po, ndoli letërsia. Sot unë jam një mësuese letërsie, po nuk jam bërë fare pishman që unë kam zgjedhur letërsinë. Edhe prap, po të më duhet të kthehesha në kohë, edhe të zgjidhja prap do zgjidhja letërsinë. Po, vazhdojmë pyetjen e radhës. Pimbi. Kam unë një pyetje. O profesore, Urdhro. Ne jemi në klasën e parë tani, bashkë me Pumbin. Ju, a keni lexuar shumë libra kur keni qenë në moshën tonë? Sigurisht, në klasë të parë, sapo mëson ABC-n. Edhe unë isha një fëmijë shumë I vogël, shumë I brisht, trup vogël, dhe sapo mbusha 6 vjeç në gusht, në fund gushtit, mi shtator kam hyrë në shkollë. Shumë e vogël, më e madhe ishte çanta se sa unë. Dhe me shumë ndrojtje, me shumë emocion, por gradualisht dhe me kujdesin e më të rriturve, unë arrita t'ja dalë mban. Nuk kishim të mundësi si ju sot që mësoni alfabetin dhe ta bën me shumëzimin mbledhje, zbritje, po, që në kopsht. Ne mësonim ABC-n kur shkonim në shkollë. Dhe kështu me gjithse e vogël, me gjithse e brisht, arrita të ambientohem, arrita që t'ja dalë dhe natyrisht, kur mbarova klasën e parë, kam arritur të lexoj romanin e parë. Mund të mburem që kam lexuar më parë. Romani I parë, po përsëri dhe kjo është arritje. Në klasën e parë. Në klasën e parë. Sigurisht. Po ju lexoni më, se po shikoni kështu, po dëgjoni gjithë freshë, po. Lexoni po. Do flasim se Pimbi kollite, do të thotë që s'ka prekur libër me dorë, ndoshta s'dias alfabetin. Ideja është që sapo takohesh me librin e parë dhe të pëlqen ai libër, pastaj lind vetvetiu dëshira. Edhe ndoshta është dhe prirja e brendshme, sigurisht. Po unë them që dëshirën për lexim duhet ta ketë çdo njeri, edhe sidomos ju fëmijë që synoni nesër të bëheni ata që do të merrni në dorë fatet e këtij vendi. Ekonomistët e ardhshëm, mësuesit e ardhshëm, pedagogët e ardhshëm, mjekët e ardhshëm. S'ka se si, të mos e doni librin dhe mos dashurojeni me librin. Pastaj ajo lind vetvetiu dëshira dhe ti gjithmonë kërkon dhe bota e librit është një botë që nuk mbaron kurrë dhe gjithmonë të vjen dhe të afrohet me gjithë dashurinë e saj. Varet sa të afrosh ti, pastaj kjo varet nga ty. Pumbi, forca Pumbi. Po, kam dhe unë një pyetje. Profesore Jonela, sa kohë duhet që të marrësh grada shkencore, ashtu si që keni marrë ju? Ne I përmendëm, ju jeni profesore asociuar doktore, kështu që sa kohë duhet për të marrë gjithë këto grada? Sigurisht, kur punon në sistem akademik, këto janë detyrim, sepse krahas procesit akademik, mësimor, ne kemi edhe kërkimin shkencor. Edhe për rritjen profesionale do të duhet që të marrësh titull dhe gradat shkencore dhe të përgjigjesh vendit punë. Natyrisht që do shumë investim, do që ti jesh student I përjetshëm, nuk të ndahen kur librat, nuk I ndahesh kur studimit, dhe kjo rrokon e vet. Ka afate të cilat janë vendosur për t'i marrë to titull dhe grada shkencore, të cilat në varësi edhe të
kushteve objektive, ti mundohesh që ti realizosh në kohën e dur. Edhe unë kam marrë kohën mëse normale që më është dashur për fitimin e këtyre grave të titull, me gjithë vështirësitë që ka pasur ndonjëherë dhe legjislacioni apo aspekte të tjera të cilat s'është vendi ndoshta këtu të them. Po me përpjekje gjithçka mundet të realizohet me dëshirën e mirë. Profesore Jonila, kam një pyetje për të. A është e vështirë të punosh me studentët? Po, çdo punë ka vështirësinë e vet. Po, të punosh me studentët është kënaqësi sepse ke një privilegj që nuk e kanë të tjerët. Mbetesh gjithmonë i ri. Mbetesh gjithmonë në atë vrrullin, energjinë, çiltërsinë, asaj moshe, e cila megjithëse ty të kalojnë vitet të duket sikur ke mbetur aty te bangat e universitetit. Vjen gjithnjë e njëjta moshë, gjithnjë e njëjta moshë dhe ti përfshihesh të kap ajo energjia e tyre. Ndonjëherë do të bësh pedagogun që do të kërkosh dhe llogari, ndonjëherë do t'i qortosh sepse duhet pak softimi që të mirësohemi. Është vetë puna. Sepse normalisht të dalësh një mësues i gjuhë letërsisë, duhet të kesh një background, kështu që duhet të jesh i plotësuar nga ana akademike, nga ana mësimore, prandaj normalisht dhe kërkesa e llogarisë bën të vetën. Unë ju flas shumë studentëve sepse edhe unë kam qenë studente vet, kam mësuar, sigurisht kam mësuar, por kur mbarovi shkolla e lartë, studimet, dhe unë hyra në punë, atëherë kuptova që nuk isha bërë sa duhet. Ishte akoma një botë e madhe dijesh që hapeshe para meje dhe unë duhet ta eksploroja. Dhe atëherë kuptova që vërtet kisha bërë, por jo të durr. Dhe këtë që e kam nga përvoja ime përpiqem t'ja u transmetoj studentëve, se si gjithë si student ndonjëherë mësime lëm dhe pa lexuar, kemi qejf të dalim, kemi qejf të shohim një film, kemi qejf të zbavitemi, por ne harrojmë që ato që e lëm sot, nesër nuk na kthehet më. Edhe unë ju them gjithmonë studentëve, shiko, sot ju mund ta lini pa mësuar, por me këta autor nuk do të takoheni më, në letërsi flasim. Me këta autor nuk do të takoheni më, ju e humbët rastin që të takoheshit me të, sepse nuk e mësuat, e neglizhuat. Kështu që çdo mësim është i vlefshëm dhe ne nuk duhet të neglizhojmë asnjë mësim. Gjithnjë ka kohë, edhe për të zbavitur, ka kohë edhe për të studiuar. Për të gjitha. Kush arrin harmoninë atë të mesmen e artë në këtë aspekt, them që ja del. Forca tea. Cili është një nga libra që ju ka mbetur në kujtesën tuaj si libri më i bukur që keni lexuar? Tani kjo është pyetja më e vështirë në botë. Gjithmonë rinë librave që keni në atë bibliotekën e fëmirisë shumë të madhe që përmendet, ndoshta mund të jetë nga fëmiria ose nga vitet e studimit. Libri i parë padyshim që Lembres, por nuk do thotë që është më i miri. Ose më i bukur sepse më pas ti zbulon thash botën e letërsisë dhe e kupton se sa e pafundme. Dhe sa vjen kërkon më shumë vlera, kërkon të lexosh gjëra më cilësore. Nuk di të më bësh pyetje kë libër preferon më shumë, është si të thuash në një fushë të madhe me lule, zgjidh lulen më të bukur. S'mundem. Por gjithë ata libra, di të them një gjë me siguri, që gjithë ato libra që kam lexuar në jetën time më kanë formuar, secili ka lënë vullën e vet tek unë dhe më kanë bërë njeriu që jam sot. Meqense këta janë fëmijë dhe janë ende tek letërsia për fëmijë, të cilën e shpalosin pak nga pak gjatë mësimit të tyre, na fol vetëm për librin e fëmirisë. Sepse do të lëm pa pyetje, pa përgjigje, na duhet patjetër përgjigja e librit. Sigurisht. Në kohën time unë ju thash, zbavitja e vetme përveç lodrave që stajonim ne si fëmijë, edhe ato pak lodra që qarkullonin atëherë, ishin librat apo jo. Nuk ishte internet, nuk ishte celular, nuk ishte videogame, këto mundësira që keni juve sot, që nga ndonjëherë dhe teproni, edhe harroni të lexoni libra. Por unë mendoja që libri do të më bënte shumë të aftë në jetë, sepse do më zbulonte botë pa njohura. Edhe mund të them për autorë që kanë ndikuar, se sa për libra, për shembull, kam lexuar aso kohë përveç autorëve shqiptar që i kishim shumë të mirë, iq politizimin e kohës dhe ideologjizimin që ishte pjesë ndoshta në letërsim për fëmijë dhe pak më e pandijshme se sa letërsim për të rritur, por ne kishim shkrimtar shumë të mirë për fëmijë. Mbaj mend atëre romanet e Petro Markos për fëmijë, mbaj mend romanet e Gaço Bushakës, e njihni personazhin e Çufës dhe Bubit Kaçuri. Çufo, ju mas kam shkolla vas. Mbaj mend romanet e Gaço Bushakës, novelat e Odisej Grilos, tregimet e Naum Priftit, vjeshat e Adelina Mamaqit, ishin autor të shkëlqyer, që unë mendoj edhe sot ato libra duhet futen në tekstet e leximit dhe mendoj se përcjellin vlera të jashtëzakonshme.
Pastaj në lehtësim për fëmijë ju e dini që nuk futen vetëm librat që janë shkruar për fëmijë, po dhe libra që mund t'i përshtaten botës të mendjes së fëmijëve, si Robinson Crusoe, Timet e Gulliverit për shembull, që jam e bindur që ju i njihni shumë mirë, apo jo, i keni parë dhe filma. Kështu që gjithë këto libra natyrisht duke kultivuar dhe shihen me klasikët, sepse autorët klasik të kultivojnë shihen, edhe të bëjnë të zgjedhësh letërsinë e mirë, duke lexuar gjithë këta libra, pastaj gradualisht mësova dhe të përzgjedh. Po. Por ama më mbeti një maning në thonjza nga fëmiria. Arrin një stad që lexon dhe lexoja, më pas përzgjedh. Po, sigurisht. Më pas përzgjedh. Këta të dy kanë pyetje dhe mezi po mos i po pre. Ka Regisi pyetje, forca Regisi, çfarë pyetje kishe? Unë kam një pyetje. A keni botuar ju do një libër për fëmijën? Jo, nuk kam botuar një libër për fëmijë. Do të flasim për librin që ka botuar. Kam botuar për fëmijë. Për fëmijë, jo. E di pse se nuk jam shkrimtare. Kam shkruar dikur vjesha, po për ato fletoret e mia, për ato shënimet e mia. Po përderisa ju lexoni, dikush duhet të shkruaj që ju të lexoni, kështu që nuk shkojnë. Profesore Jonela është studiuese e letërsisë dhe ti je studiuese, është tjetër gjë dhe shkrimtare është tjetër gjë. Prandaj ajo ka studiuar për letërsisë dhe ka botuar një libër në titullin e saj si doktore. Më pas, ndoshta ato kujtimet mund të kthehen. Ja japim pak mikrofonin shokut? Cili është libri i parë që ti ke lexuar? Libri para, i romani parë kur mbaruat klasën e parë. Më duket ka qenë Beni Ecën vet. Beni Ecën vet. Kur dhe unë e kam lexuar. Ua ka parë filmin ishte dalë atë. Po e Ishte dalë, ma kanë bler prindrit, mbaj mend që e kam lexuar më një herë. Pastaj natyrisht fillova, aq është era e parë. Sa po mbaron një libër, pastaj nuk dalë. Dëshira. Edhe unë era e parë që provova mjaltë dhe nuk i ndaj mjaltit. Ja dhaj. Po, Ester ka një pyetje. Ja japi mikrofonin. Kush ishte libri tënd i preferuar? Pra që tham autorët e preferuar. E kemi shumë të vështirë ta zgjedhim e tham autor të preferuar. Folëm për shqiptarët, po janë dhe shëmtuar. Më kanë mrekulluar në moshën e fëmijërisë romanet e Jules Verne. Librat e Kiplingut, librat e James Barrit, Peter Pan i famshëm që ju e Peter Pani, Lewis Carroll me Liza në botën e çuditërave, Edmond de Amicis me romanin Zemra. Këto janë libra, Pravat e Andersenit, Pravat e Vëllezërve Grimm. Këto janë libra që Pinoku, po patjetër. Pictura e gjata, Astrid Lindgrenit. Është, pastaj u t'i bëjmë pyetjet. Vazhdoj unë me një pyetje, se s'kam bërë asnjë deri tani. A është e vështirë të jesh në pozicionin e një dekane? Po, sigurisht, gjithmonë pozicionet drejtuese kanë vështirësitë e veta relative, sepse të marrin kohë nga impenjimet e tua profesionale, në kuptimin e asaj që thamë, të punës kërkimore shkencore, të mbetet më pak kohë, sepse ti drejton një institucion të rëndësishëm, një njësi kryesore, e cila në qoftë se nuk i kushton vëmendjen edhe impenjimin e dur, natyrisht që nuk do t'jap rezultatet e dur. Ne jemi tani në sfida të vazhdueshme, që po kalon jo vetëm universitetin, po gjithë arsimit lartë shqiptar, edhe me gjërë dhe përpiqemi që në çdo moment të bëjmë maksimumin e mundur që ne të arrim hapat e arsimit evropian, të ecim në të njëjtën korsi dhe natyrisht që të arrim të nxjerrim student cilësor që nesër do t'i shërbejnë më së miri tregut punës. Cilët nesër do t'jenë mësues shumë të mirë, që do të edukojnë brezat që do të vinë. Libri kushtuar Kristof Loqit, sa impenjativ ka qenë për ju? Me atë keni mbrojtur dhe gradën doktore. Po. E kam thënë dhe herë të tjera dhe ndoshta edhe nuk dua të zgjatem shumë sepse më duket sikur e kam tepruar, domethënë me këtë libër, por ka qenë një kohë shumë e gjatë që unë jam marrë me këtë autor për arsye se e gjithë puna që duhet bëja nuk ishte, si thua, e disponueshme për arsye se gjitha materialet i përkisnin arkivave. Jo vetëm arkivit të Fondit Albanologjik të Korçës, që për fat mirë është shumë i pasur, por gjithë arkiva albanologjik që mund të disponoje në kohën kur unë po punoja. Edhe gjithë kjo më mori një kohë relativisht të gjatë, pastaj përpunimi i materialit, studimi i tij, botimi i librit, kaluan nëpër stadet e veta, morën kohën e vet, por mendoj që bëra një monografi shtëruese e cila synon të eksplorojë një aspekt të shumë të rëndësishëm të kulturës sonë. E dini ju fëmijë, ç'është komedia? Po, e dini.
Është një shfaqje teatrale e cila ka në qendër goditjen e veseve, por nëpërmjet qeshurës. Pikërisht ne kemi fatin e madh që një nga themeluesit e komedisë në letërsinë shqipe e kemi nga Korça. Mirë po, për arsye të ndryshme që sot nuk i kuptoni, ka qenë një figurë e cila është goditur nga regjimi komunist dhe vepra e tij nuk u bë e njohur. Duheshe ta filloja nga e para, të kaloja në një terren që nuk ishte i shkelur, kështu që koha që i vura në dispozicion ishte pak e gjatë, edhe natyrisht impenjimi ishte maksimal. Ishte maksimal, po. Forca Pumbi. Jo, kam dhe një pyetje tjetër. Të gjithë maturantëve, të cilët në fillim të muajit prill plotësojnë atë formularin e tyre për herë të parë, degën që do të zgjidhin, çfarë do t'i sugjeroni të gjithë maturantëve, jo vetëm të Korçës, por edhe të gjithë Shqipërisë, ku ne përmes radio televizionit shqiptar shihemi. Çfarë do t'i sugjeronit për Universitetin e Korçës, ju si dekania e një prej degëve më të rëndësishme? Do t'i ftoja patjetër gjithë maturantët e qarkut Korçës, por jo vetëm dhe me gjërë, që të preferojnë për ndjekur studimet e tyre më lart, studime bachelor dhe master më pas, në Universitetin e Korçës, apo në universitetet tjera publike shqiptare. Po flas konkretisht për Universitetin e Korçës, atje ku punoj, atje ku e njoh mirë çdo situatë, ku njoh mirë çdo proces, çdo ecuri, dhe them që keni zgjidhjen e shkëlqyer për të ulur në bankat e auditorëve të Universitetit të Korçës. Do gjeni jo vetëm një infrastrukturë jashtëzakonisht moderne, e cila dhe është rinovuar tani së fundmi, do gjeni një staf akademik shumë të përkushtuar dhe dashamirës, do të gjeni natyrisht mbështetje të ëndrave, dëshirave, predispozitave, talenteve tuaja, dhe natyrisht që do të gjeni një arsim shumë cilësor, i cili nesër do t'i përgjigjet më së miri, siç e thash, nevojave të tregut të punës. Mendoj që studimet e larta janë një hap i rëndësishëm në jetën e çdo njeriu, sepse përcakton profesionin e ardhshëm, dhe mendoj që Universiteti Fanoli me gjithë ato programe studimi që afron, mendoj që duhet të jetë për zgjedhja e maturantëve të sotëm. Jo vetëm për faktin që është një universitet cilësor, dhe këtë e tregon dhe rankimi, tani në procesin e akreditimit që u bë programet tona studimi që morëm maksimumin, pothuajse gjitha programet e studimit, por edhe një staf pedagogësh të përgatitur me titull dhe grada shkencore, të cilët dita ditës punojnë në mënyrë sistematike dhe të vazhdueshme për të marrë ato që tham grada dhe titull shkencor, që t'u përgjigjen sa më mirë nevojave të mësimdhënies, cilësisë të mësimdhënies, edhe edukimit të brezit të ri. Kukulla këtu me mikrofon në dorë ka një pyetje. Kam dy pyetje. E bëjmë të parën njerë. Haj. Nga librat që ke lexuar, të gjithë të kanë pëlqyer ose disa s'të kanë pëlqyer? Po përgjithsisht më kanë pëlqyer pjesa më e madhe e librave, natyrisht që kanë qenë kryesisht letërsi artistike. Pastaj me kalimin e kohës mëson dhe të seleksionosh ato libra që i përgjigjen shijeve të tua, dëshirave të tua, kërkesave të tua, botës tënde të brendshme si lexues, sepse ti si individ, si lexues ke botën tënde, ke përjetimet e tua, ke emocionet e tua, dhe do të pëlqesh me kalimin e kohës ato libra ku gjen një pjesë të vetvetes, apo gjen të trajtuar një pjesë të problemeve të shoqërisë që jeton, edhe që t'i japin një lloj përgjigje apo një lloj refleksi, si thuash, në lidhje me atë që zhvillohet, dhe ti gjithmonë nga libri mëson. Cili do libër qoftë, nuk ka libër të keq, po edhe libri më i keq i shkruar, gjithmonë të mëson diçka, mos harroni këtë. Në rregull. Libra të keq nuk ka, por të zemrasim të keq nga libri asnjëherë nuk të bën dëm leximi. Kur nuk të bën dëm leximi. Madje edhe nga përvoja e keqe mëson. Po, janë edhe dy fëmijë të tjerë që kanë pyetje. Çojmë pak në këmbë, shojmë tek kamera. Po mua më mori radhën fare juve. Hajde, mos u qani jo. Shojmë aty te kamera? Edhe unë gjithashtu kam një pyetje, të cilën të pëlqejnë ty librat fizik apo librat elektronik? Unë jam me të vjetë, më pëlqen ta lexoj librin, ta shfletoj të ndjerën e fletëve. Ka një aromë shumë të lëmoj ato gërmat,
Tani, zakonisht edhe për arsye shpejtësie ndodh që një libër ma dërgojnë dhe në mënyrë elektronike. Detyrohem për shkak dhe të kushteve ku ndodhem në atë moment apo shpejtësisë me të cilën duhet i përgjigjem një kërkese që ta lexoj edhe në mënyrë elektronike, në kompjuter apo në celular në raste më të. Po nuk ndjeja të kënaqësi që më jep shfletimi një libri, marrja një libri në dorë, kapaku i tij, fletët, gërmat, atë t'jap një ndjesi të jashtëzakonshme. Të pëlqen duket sikur të futin brenda faqeve të tyre. Ku e ke lënda se më pëlqeu kjo fraza, në vizonin mban shënim diku më vete, është shumë e bukur fizike. Edhe vajza ka një pyetje, shojmë te kamerati drejt. A është gjë e mirë që të rinjtë dhe fëmijët tani po shkruajnë fjalë të shkurtë? Bravo. Të lumt. KLM, FLM, sh, Unë nuk jam dakord. NQS, të gjitha këto janë shkurtim. Janë gabime, ju duhet jeni ata që duhet ta mbroni, ta pasuroni dhe ta ruani gjuhën, është misioni dhe detyra juaj, sepse një njeri i formuar, një intelektual i mirë, një qytetar i aftë për të nesërmen, së pari do të duket nga mënyra se si ai e përdor gjuhën e nënës së tij. Si e shkruar atë, pa gabime, sa bukur, sa rrjedhshëm flet, sa elokuente ka mendimin. Edhe natyrisht që këto lloj shkurtimesh që ngadonjëherë bën edhe për shkak se sot të rinj të komunikojnë me mesazhe dhe duhet kthejnë përgjigje shpejt, ndodhin këto shkurtime. Po sot duken si një diçka operative, po nesër këto janë një dëm i konsiderueshëm që i bëhet gjuhë sepse dhe mund të mbeten të këtilla. Tani dhe unë kam bërë ndonjëherë një gabim të këtill, por në momente kam korrigjuar, kam shkruar FLM sepse hajde kush shkruaj, faleminderit. Pastaj i kam rënë mendjes dhe kam thënë, kur unë shkruaj FLM kështu dhe nuk e shkruaj fjalën e plot, faleminderit, atëherë si mund t'ju them të tjerëve që shiko shkruajnë mirë dhe të gjatë fjalën. Jo, fjala duhet shkruar ashtu siç janë rregullat e të shkrimit të gjuhës sonë. Dhe nëse doni një porosi nga mua, një nga arsyet pse ju duhet të lexoni libra dhe libra të mirë, siç ju thash, është fakti se atje gjen një përdorim të shkëlqyer të gjuhës, të saktë, korrekt, por edhe artistik, edhe estetik. Gjuhë standard. Pra, ju atje mësoni të doni gjuhën tuaj, por edhe të shihoni bukurinë e shprehjes së saj. O profesore, më fal, kam dhe unë një pyetje. Forca Pimbi, pyetja e fundit, forca. Jo, një pyetje kështu në bazë të kësaj pyetjes Kam që edhe bëri kjo unë një vajza. pyetje se më haruat fare. Nuk kemi kohë. Fjala mjalt, kush duhet ta theksosh shumë? Shkruhet me via, m J A L T E apo thjesht mjalt? Si të pëlqen ty? Të dy janë pëlqejnë. Po ta falim, shkruaj si të duash ti. Jo, se bëjmë gabim. Se bëjmë gabim. Jo. Dikush e shikon atë formë, sepse Pumbi është një personazh i dashur dhe thot Pimbi, Pumbi. Thon, po më që e ka shkruar Pimbi kështu, po e shkruaj dhe unë kështu. Jo. Asnjëherë nuk duhet të bëjmë gabim ta shtrembrojmë gjuhën tonë. Do ta shkruajmë ashtu siç na mësojnë librat, na mësojnë mësuesit, na mësojnë prindrit, dhe të jemi sa më korrekt me përdorimin e gjuhës, sepse gabimet që bëjmë në gjuhë pastaj reflektojnë dhe nivelin e kulturës tonë. Dhe kur flasim me të tjerë thonë, por ti çfarë njeriu me shkollë je kur nuk je në gjendje të përdorësh si duhet gjuhën tënde? Prandaj mundohuni që ta përvetësoni sa më mirë drejtshkrimin e gjuhës, të folurit e saktë të gjuhës, në mënyrë që të bëheni njerëz vërtet të formuar dhe qytetar të denjtë të këtij vendi, që thash do t'i shërbeni nesër në të gjithë sektorët, në të gjitha fushat. E dëgjuat profesoren? Po. Jonida, kam unë një pyetje të lutem. Po, Pumbi, forca shpejt. Si është sot Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë? Sot është më i bukur se kur, sepse sapo kemi hyrë në një godinë e cila është rikonstruktuar me ambiente moderne, të ngrohta, të pastra, funksionale, pa dyshim, si për pedagogët, për stafin, ashtu edhe për studentët, me hapësirat e mjaftueshme, me bibliotekën e fakultetit, me një staf, siç e thash, të përgatitur, me titull dhe grada shkencore, me një përpjekje të vazhdueshme të tyre për të rritur cilësinë e mësimdhënies, por njëkohësisht edhe për tu ndërkombëtarizuar, për të hapur programe dypalshe me universitete të rajonit, por edhe më gjerë, në mënyrë që ju kur të vini dhe të studioni atje, të mos shkoni ta zënë të studioni në Itali, në Gjermani, por të studioni në Universitetin e Korçës dhe të merrni një diplomë edhe shqiptare, edhe gjermane, edhe italiane, edhe si doni. Kjo do të kursej shumë dhe juve dhe familjeve tuaja, por cilësia e mësimdhënies
Po, do të jetë e njëjtë me vendeve europiane. Profesore, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël në këtë pjesë të parë. Uroj që këshillat e profesores ti keni kuptuar, kështu që ti vini vath në vesh dhe pse jo ti zbatoni. Universiteti Fanoli ka gjithmonë dyert e hapura. Profesora, ju faleminderit. Do të vini, besoj. Atëherë unë ju ftoj për një vizitë së bashku me bashkë me Pimbin Pumbin, me Tean do të shkojmë. Faleminderit. Që të vizitoni mjediset e Universitetit Fanoli. Por do të marrim dhe gjysmën tjetër të klasës, do t'i themi mësuese Eda Mitres t'i sjell për një vizitë së bashku me Pimbin, sepse kemi dhe gjysmën tjetër të klasës. Të gjithë padyshim. Dhe unë do t'ju tregoj klasat, bibliotekën nga dekania, kështu që do të shkoni të gjithë. Kështu që unë ju pres. Do na qiraset dhe mjalt. Do të qiraset dhe me mjalt, ty mos atje ke më. Jo, është shumë i madh, universiteti është shumë i madh. Është shumë i madh. Jo, këtu më shpirt, jo këtu në universitet, atje ku jep mësim profesorja. Atje do t'ju fusni nëpër klasat, do t'uleni në banga, do të ndjeni si student në një moment dhe pastaj kur të rriteni ta merrni këtë përjetim me vete, të thoni dua të kthehem përsëri këtu ku kam qenë. Universitet. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet për të falenderuar ëmbëlsin pafund siç është vetëm pasi që Ridajana. Kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Histori, legjenda, vjersha, fabula, çfarë do të themi sot. Kthehemi pas pak. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Damjanin, shumurime për ty. Shumë faleminderit. Damjani bën 10 vjeç sot, kështu që ku më bukur se sa në shtëpinë e Pimbit dhe të Pumbit të festosh 10 vjetorin me shokët e klasës. Edhe 100 vjeç të bësh, djalë i mirë, i shkolluar dhe gjithmonë me shëndet. Shumë faleminderit. Atëherë, ti sot na ke përgatitur një shpikjen tënde të vogël. Unë kam shpikur sot një aeroplan me motor. Aeroplan me motor. Atëherë, kamera, mundoni ta fokusoni pak. Ma jep mua mikrofonin dhe ta shohim si e ke ndërtuar, me çfarë materiali është bërë kjo. Kjo është bërë me bajtjen e baterive, bateritë, tela edhe motor, edhe 2 elika, 2 motor. Po kjo çfarë është, buk peshku? Çfarë është kjo? Kjo është buk peshku. Po aty Tu përpara na kishin baruar kartë bizetat e tualetit dhe bëm një majë. Dhe duhet të riciklojmë. Gjithmonë i riciklojmë, po, është shumë bukur të riciklojmë. Atëherë mundet i provojmë baterit, do të fluturoj? Nuk fluturon, po prapë punon. Prapë punon, okej. Të Do mi ndihmoj. pësh më një xhiro të kolovitem në avion. A e mban Pimbin kjo më? E mban? Shko sa bukur, nisi të punoj. Shko sa bukur. Se mban Pimbin, po Pumbin e mban. Shko sa bukur. Ja pra nuk fluturon, se të ndoshta do dhe diçka tjetër pak më të fuqishme. Të lumt. Faleminderit. Të lumt. Atëherë ne po heqim një bateri që dhe kjo të mos konsumoj. Është pak e vështirë që ta heqim. Ashtu. Ja e hoqim pak. Ja, kjo e zeza. Kjo e zeza. Gjithsesi. Opa, po janë 2 më vete, shko, shoku nuk i ka bërë të punojnë të dyja ashtu, po i ka bërë një këtu, një këtu. Të lumt, Damjan. Faleminderit. Të lumt, bravo. Ku ka arritur shkenca o Pumbi. Po, ti s'ke mësuar abetaren, fëmijë, shko se çfarë shpikin. Regisi ma tregu pak çfarë kishe ti. Çojemi Regisi. Unë kam një katalog. E ke shpikur vetë, Regis? Po. Ne në shkollë kemi bërë shumë projekte. Por unë sot kam vendosur të gjithë katalogun. Neve tu kemi veglat e punës dhe mirëmbajtja e midiseve të shtëpisë. Po. Okej, i hapim pak nga pak. Ne do ta kalojmë shpejt, ndërkohë që Regisi vazhdon na shpjegon. Kjo është ujitja luleje dhe grabuja. Ujitja luleje dhe ujë, kurse grabuja rregullon barin. Këtu kemi vida dhe trapan. Vida dhe trapanin
Këtu kemi misrin dhe si përdoret Mistrin dhe si përdoret ajo. Se përdoret mistria. Kemi sopatën dhe çengelin. Çengelin, të lumë tregis. Kemi karrocën dhe Dhe lopatën. lopatën, po. Kemi gërzërën krasitje dhe draperin. Kemi draperin dhe gësharën që krasitin pemët ose lulet. Kthemi këtë regisi që të dukesh bukur. Kemi pincën dhe doreza. Dhe doreza. Nuk duhet të punoni asnjëherë pa doreza, sepse ju dëmtojnë duart, ju çajnë duart. Kemi metrin dhe kaçavidën. Kemi trapanin elektrik dhe Sharën, sharën. e dorës. Kemi goshtën dhe çekiçin. dhe çekiçin. Të lumë tregis. Të lumë, shumë punim i bukur. Atëherë, qoti, bukuroshe. Çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur një legjendë. Wow, një legjendë. E themi, po shpejt, Që quhet Legjenda e liçenit të Prespës. shohim këtu tek O, sa kamera. kurioz jemi. Legjenda e liçenit të Prespës. Forca, shpejt, themi shpejt, sepse kemi 2-3 legjenda. Në një fshat rreth mali gjendej një çezme e madhe. Në atë çezme mbushnin ujë të gjithë fshatarët e fshatrave dhe fshatit dhe fshatrave përreth. Ajo çezma e mbushte e rrithte ujin të pastër si argjanti dhe të ftohtë të brisk. Ajo çezma e kishte ujin me rrëmbim, prandaj njerëzit e fshatit duhet ta mbyllnin me një çelës. Një herë vajti një vajzë të mbushte bucelat e saj. Ajo priti sa të gjitha vajzat e kishin mbushur bucelat e tyre, pastaj mbushi të sajat. Ajo nga që ishte fundit në radhë, ajo nuk e mbylli me çezmën me çelës, sepse asnjëri nuk i kishte thënë për këtë. Gjithë natën rodhi gjitha ujë, saqë e mbushi fush gropën plot. Sipas emrit të vendit Prespë, edhe liçeni u quhet liçeni i Prespës. Kjo është një nga legjendat e liçenit të Prespës, shumë e bukur. Forca bukurosh, kemi një tjetër legjendë. Qatje ku je, kthehemi dhe shohim. Kë legjendë kë? Vajza e diellit dhe e hënës. Vajza e diellit dhe bija e diellit dhe e hënës, po, shumë e bukur. Shohim te kamera drejt atje. Na ishte një trim. Trimi donte një vajzë të bukur. Trimi gjithmonë shkonte për gjuetin në mal. Një ditë mamaja gjithmonë i thonte atij që të mos shkonte në malin e Kuçejdrës, sepse Kuçejdra atë nuk do e linte të jetonte, por Trimi dëgjonte vashën e tij të zemrës. Vasha e tij e zemrës që e bija e hënës dhe e diellit. E bija e hënës dhe e diellit i thoshte që ai të shkonte në malin e Kuçejdrës, dhe ashtu bëri ai. Një ditë kur ai shkoi për gjuetin në malin e Kuçejdrës, u ba një tërmet i vogël dhe pas pak doli Kuçejdra. Kuçejdra i tha atij që do e hante dhe nuk do e linte të jetonte përgjatë, por Trimi i tha që do e jepte besën dhe do shkonte që t'i thoshte mamasë dhe vashës të tij të zemrës që ai do vdiste. Por dhe Kuçejdra e la, ai shkoi në mamaja. Mamaja ishte e veshur me të zeza për vdekjen e birit të tij. Por kur vajti në vasha e zemrës, vasha i tha që do shkonte edhe ai me të. Vasha shkoi me Trimin në malin e Kuçejdrës. Kuçejdra po e priste atë, por kur e pa vashën, tha që i kishin bërë dy dhe do hante një vakt shumë të mirë. Por kur e pa edhe për pak vajzën, ai u tremb sepse e dinte atë vajzën. Ai ju premtoi të gjithëve që nuk do ishte në atë mal kurrën e kurrës dhe u zhduk për gjithmonë. Po, e trembi vajza e diellit dhe e hënës. Bukurosha, çfarë ka përgatitur? Unë kam përgatitur Qëndrojmë atje. Unë kam përgatitur një vjeshë.
Okej, Një vjeç. mbaje dhe kthehemi te kamera atje. Forca. Gjua shqipe. Por si ka nga e zogu të verës, shëvallë zonë blerim të prillit, por si ambli fladierës që lëmon gjitë e drandofilit, por si vala e bregu të detit, por si gjama e rëfesh gjetare, por si ushtima e një tërmeti, një ashtua gjua jonë shqiptare. Të lumt. Bravo, Forca bravo, bukuroshi. sa bukur. Çojmë në kam qatje ku jemi. Çfarë kemi sot? Unë kam përgatitur një vjershe. Po, e themi bie. Jo, që këtu ku jemi, shojmë te kamera drejt. Një zog të bukur zuri një djalë, a i po dridhej dhe i thosht ca fjallë. Nuk të vjen keq që jam i mitur, si ti i vogël dhe i paritur. Jam biri vetëm, ma më prete, ka blë keq brenda në fole. Dhe u me borë gjithu mbuluaj dhe s'ka betur gjëkund po thuaj. Më preti mazë si ti o tamë, po mos i vete çpahet pramë, kam dhon shpirte dua të roj të bre, të lëviz, të bredh, të los, të këndoj. Fjalët e zogu djali dëgjoj, qau e pudhi, pastaj lexoj. Bravo, Të bravo. lumt. Forca bukuroshi tjetër, merreni një për një. Të kete një pikturë më duket apo le? Po. E mbaj unë mikrofonin dhe ti lexoa. Unë kam mësuar një poezi nga Dritero Agolli. Nga Dritero Agolli. Forca e lexojmë. I bardhë si bora të jesh, i ndritur, i larë me flori, prapë do të shajnë, pa tjetër, pa sharë, nuk mbetet njeri. E hodhën floririn, e tretën, në lumë, në lagëmin e zi, një shekull kaloi dhe e gjetën floriri kishte mbetur flori. Përsëri flori, pra njeriu i mirë ngelet gjithmonë i mirë. Floriri është flori, nuk tretet. Të lumtë i dashur, faleminderit. Bukuroshja, çfarë ka përgatitur? Ti merresh me basketboll apo volejboll? Me volejboll. Shumë mirë. Themi vjershën. Sa Sa të dua atë? jo sa. Jo, ma. Skaq, ja kaloj mikrofonin. E kujtojmë pak më vonë. Ja kaloj dhe e mikrofonin themi. shoqes dhe e themi përsëri. Çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur një vjershë. Po. Pranvera, jeni lodhur dallëndyshe të shkreta, je moli si ziu bilbil, pushoni në stre, e ku ju gjeta, pushon në kopsh dhe një zymbyll, mbi krahët tuaj, prej dhënash tjera, ju pranverën na prut këtej, shplodhën ju dallëndyshe të mira, e ri bilbil në lullëzim që kthej, se që një prue prej malit ullet, e të tanë fushës ushqimi jep, e në nëbore po shpërthejnë lullet, por si fëmijët që po zbulohen në djep. Të lumt. shumë bukur. Ja japi mikrofonin shoqes që ka veshur komplet të kuq. Duket si kësul po. kuqja. Çfarë ke përgatitur për sot? Kam përgatitur një vjershë. E them. Shojmë drejt atje te kamera. Fjale e ëmbël, fjale e artë, është fjala nënë. Gjua e nënës është mjaltë, o dritë, o nënë, o dritë e henë. Gjithitën do këndoj, për ty moj nënë, se je djel që s'perëndon, e mira nënë. Të lumt, ja japi shumë bukur. mikrofonin shoqes, u kujtua. U kujtoj. Sa të dua o Shqipëri, sa ma ndjeje sa dëshirë, për ty gaze dashuri, më në zemër të kam birë, se për mua o adhe, je një lule aqe vërë sa nuk gjendesh për mbi dhe, shpirtin tim për ta ushqyer. Të lumt, të lumt. Ja japi mikrofonin shokut, çojmë në këmbë, zemra qatje ku jemi. Çfarë Çfarë kemi ke përgatitur? Unë kam përgatitur një legjendë që quhet Shkëmbi i Skënderbeu. Shkëmbi Shumë Skënderbeut. bukur. Shojmë te kamera E me llamp të themi. kuqe dhe flasim. Skënderbeu shkoi te një mjeshtër që quhej Medar. Ai kërkoi atij një shpatë të re. Pas një jave Skënderbeu u kthye te mjeshtri dhe i kërkoi shpatën e re. Mjeshtri Medar i tha që kurrë nuk kishte bërë një shpatë kaq të fortë. Kështu Skënderbeu t'u desh ta provonte. Ai i hipi kalit dhe shkoi te një shkëmb i madh. Ai e goditi shkëmbin disa herë dhe shkëmbi u bë via, ndërsa shpata nuk pësoi asgjë. Që nga jo ditë shkëmbi quajt shkëmbi me vija ose shkëmbi Skënderbeu. Shkëmbi Shumë Skënderbeut. bukur. Të lumt. Faleminderit. Kalojmë nga ana tjetër, urdhërotea. Çojmë në këmbë bukuroshe. Çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur një vjershë. Po, shojmë drejt dhe e themi.
Robëria, e dashura më mëdhe, të dua dhe kështu si je, por kur të shoh të lirë do të dua më mirë. Qani pyje e fusha gur, qani male me të bor, Shqipëria mbet e gjor, dhe nuk sheh më dritë kur, një mjegull e keq e shkret e kam mbuluar për jetë. E dashura më mëdhe, të dua dhe kështu si je, por kur të shoh të lirë do të dua më mirë. Të lumt, ju jeni të lumtur sepse keni vendin ton të lirë. Shqipëria është e lirë. Çojmë në këmbë të Çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur një vjeç. Shojmë drejt sy bukur. Jam i kizogjve. Jam i kizogjve. Jam i kizogjve. Për ta kam gjitur mirë folen. Krejt pemët e blerta që atje balkone për ta i ktheva në stre. Foleti kam shtruar me pupla të buta dhe shiu si zë era si re. Në vjershat e mia të gjitha e futa zemrën e bëra fole. Të lumt. Shumë bukur. Ja japim shoqes. Sepse ai fundit ka një shpikje, më tha, jo më. Okej, në rregull. Haj. Forca bukuroshe. Mami, ç'është kjo që ke vizatuar, më pyeti mësuesja e re? Është mamaja ime, 2 herë përsërita. Për kokë të mamit ju bëj be, po në natë janë ngjyrë portokalli, as të blerëta, ato nuk janë. Mos vizatoni kurrë me një, se pikturat kuptim nuk kanë. Pa fillo ta vizatosh edhe njëre, nuk është ndonjë punë e rëndë. Flokët e krehur me kujdes dhe çantën e zezë. Të lumtë, mësuesja më tha, vizatimin e ke bërë mirë, por kur atë ditë takoi nënën time për një çast me tje ngrirë. Ajo kishte veshur fustanin e blertë, çantën e portokallt dhe në kokë kishte një kapelë rozë. Siç e kisha vizatuar në klasë. Mësuesja uli kokën kur e pa, vogëlushe, më falë, më tha. Vizatimi yt nuk ishte asnjë të metë, ti kishe vizatuar nënën e vërtetë. Të lumt. Shumë bukur. Japi mikrofonin. Kemi një tjetër vjersh, të cilën do ta lexoj. Qersizat. Qersizat u poqen e po kuqilojnë poshtë pemësh, çullët kokrat i vështrojnë. Çuna dhe çupa duar lart i zjasni, nuk po arinë, prandaj zëthërasin. Kokrat e qersisë bëjnë sikur s'dëgjojnë, dhe gëzat nuk ulen, çullët i provojnë. O qeshi të kuqe, mbushur me lëng plot. Pse qëndroni lart, s'ja u zë më dot. Po të ishin poshtë, nuk na kishin lënë, dhe ashtu pa pjekur do na kishin ngrënë. Me këtë vjesh unë kam shoqëruar dhe një vizatim. Po. Tjetër. Po, qershis. Janë lart qershis sepse fëmijët janë kaq që në një qershor ti han spresin, madje që në fund të majit duan ti han qershit, po të piqen. Të piqen, të bëhen të kuqe, të bukura që edhe tu shijojnë. Po pra, prandaj ka bërë dhe të papikura do t'i hani, kështu që prandaj qershit shkojnë lart e më lart. Shiko, sa të bukur e ka bërë? Bravo. Edhe fëmijët me duart lart që duke kapur qershit. Të lumt. Shumë bukur. Japi mikrofonin Atë shokut. ne kemi një shpikje, më the. Kemi një shpikje. Pa, hajde këtu dhe pa ma trego pak. Jam shumë kurioze të di çfarë ka bërë. Po, atëherë. Do ta drejtojmë pak nga Është një kamera. qark elektrik? Apo jo? E drejtojmë pak nga kam një sekond. Ma jep pak ta tregojmë mirë se çfarë është. Tash atëre unë nëse lidh këtë ripin këtu me motorin dhe pastaj e rrotulloj do të ndizen vetëm 2. Pastaj nëse e rrotulloj nga ana tjetër dhe ta tërheq do ndizen këto 2 të tjerat. Këtë e kam bërë vetë. Kam lidhur këto në një, pastaj kam zhveshur telat këtu dhe kam lidhur në të kundërtën këtu. Këtu kam në kjo i kam zhveshur përsëri dhe kam lidhur 2 të tjera. Të pëlqen inxhinieria ty shoku im i vogël? Po. Bravo. Mundet ta provojmë mirë për të parë nëse do të ndizen? Po. Atëherë. Kthehemi pak te nga kamera. Kthehemi. Ja, një sekond sa ta lidhim. Uluni se do ta tregojmë ne, uluni. Atëherë, po. Ja, një sekond. Po. Tani nëse unë e tresh këta ndezën. Oh, ndezën 2. Tani. Unë nëse rrotulloj nga ana tjetër. Ja, unë do ta mbaj kështu që të duken këto të tjera, do ndizen këto 2 poshtë tani. Ky është një qark elektrik, ë? Unë ndezën këto të tjera. Të lumt. Të ka ndihmuar dikush apo e ke bërë vetë? E ke bërë vetë të gjithën. Bravo. Të lumt. E kisha gabim kjo fluturante. Fluturon? Ha pra ta provojmë. E provojmë. E kisha gabim.
Sa ta rregullojmë pak, ta shohim ta rregullojmë pak dhe Damiani do të na i demonstroj përsëri. Gjithsesi, ne kemi dhe një organo të vogël, kush ishte vajza që kishte një organo? Irini. Do të kalojmë për pak minuta në publicitet. Ja erdhi Damiani, shikojeni pak, shohi Damiani, do ta kapim. Jepi Damian. Po pra hite Damiani ta filmojmë. Jo. O, sa bukur! Opa, të lumë Damian, të lumë, kamera e fokusoj. Ne do të kalojmë në pak minuta publicitet sa Irini të bëhet gati për të luajtur një pjesë të vogël muzikore në organo. Se ja bëjmë mbylljen e emisionit dhe për ditën e sotme. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël dhe për këtë ditë të shtunë. Unë po e përsëris edhe një herë për të gjithë ju që doni të bëheni pjesë e këtij emisioni. Mos harroni të shkruani emrin e fëmijës në faqen e inboxit të Rreth Shkorçës dhe ne do t'ju kthejmë përgjigje për t'ju lënë takim në puntatën e radhës në shtëpizën tonë të vogël me dy arushat çamarok, më fal, Pimbin dhe Pumbin. Faleminderit që ishit prezente edhe sot Pimbi me Pumbin, nuk kam shumë xhan. Faleminderit Faleminderit. Po, të premtuan mjaltë fëmijët. Faleminderit të gjithë fëmijëve që ishit sot prezent. Jam kënaqur shumë, uroj të jeni kënaqur edhe ju, apo jo? Të lumt për tingujt e mrekullueshëm të pianos që na dhurove. Atëherë ne u japim një duartokitje dhe një puthje nga shtëpiza jon. Miru pafshim të gjithëve.